Podcasti Udhëheqësi Dëshmor, pjesa e 5 dhe e fundit. A mundet një mendim të kapërcej kufit e një vendi dhe të bëhet pjesë e kujtesës dhe përvojës së përbashkët të popujve të tjerë? Në këtë episod do të ndalemi te rrëfimet që shtrihen nga Libani dhe Iraku deri në Yemen e Palestinë, rrëfime që tregojnë se si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei është parë nga disa lëvizje dhe udhëheqës të rajonit, jo vetëm si një figurë politike, por edhe si simbol i koncepteve si rezistenca, pavarësia dhe qëndresa. Për shekuj me radhë, në historinë e Azisë Perëndimore, idetë e mëdha kanë lindur fillimisht si mendime dhe më pas, dal nga dal, janë shndërruar në sjellje kolektive të popujve. Ndonjëherë një fjalë, një këndvështrim apo një kornizë mendimi i kapërcen kufit gjeografik dhe fiton kuptim mes njerëzve që kanë përjetuar përvoja të ngjashme të presionit dhe padrejtësisë. Pikërisht në çaste të tilla, një ide nuk mbetet më vetëm në nivelin e fjalës, por kthehet në kulturë. Në episodin e dytë të këtij podcasti tham se shumë vëzhgues besojnë se një pjesë e asaj që sot njihet si kultura e rezistencës në rajon nuk është vetëm rezultat i zhvillimeve në terren, por i ka rënjet në një tërësi udhëzimesh dhe kornizash mendimore që gjatë viteve janë paraqitur nga udhëheqësit e Iranit. Udhëzime që për grupe dhe lëvizje të ndryshme në vende të ndryshme janë bërë frymëzim për një mënyrë të përbashkët të menduarit mbi qëndresën dhe pavarësinë. Nga kjo pikpamje, disa analistë besojnë se ajo që sot shihet në pjesë të ndryshme të rajonit, më shumë se një strukturë e centralizuar, i ngjan një rrjeti përvojash vendore, përvoja që secila në Irak, Liban, Siri apo Yemen është formuar sipas kushteve të atij vendi, por në planin e mendimit kanë ndikuar mbi njëra tjetrën. Në këtë mes ka edhe emra që dëgjohen më shpesh në rrëfimin e kësaj rruge, figura që për shumë veprimtar të këtyre lëvizjeve njihen si simbole të një rruge të caktuar. Disa prej tyre kaluan vite të tëra në arenën e politikës dhe të mendimit, ndërsa të tjerë, duke vazhduar këtë rrugë, u njohen si udhëheqës, jeta e të cilëve u regjistrua në kujtesën e përkrahësve të tyre me titullin martir. Në këtë podcast të fundit do ta nisim pikërisht nga kjo pikë, aty ku rrëfimet bashkohen, mendimet vijnë në provë në fushën e veprimit dhe emri i një udhëheqësi dëshmor bëhet i spikatur mes këtyre historive. Si u formua kjo rrugë, kush e vazhdoi atë dhe pse për shumë popull të rajonit u shndërrua në simbol të një përvoje të përbashkët, kjo është tema që do të trajtojmë në vazhdim të këtij episodi. Qëndroni me ne. Kur flitet për analizimin e pozitës mendimore dhe udhëheqëse të Ayatollah Khameneit në rajon, ndoshta asnjë dëshmi nuk është më ngriçuese se sa rrëfimet e atyre që vetë kanë qenë në dijen e parë të zhvillimeve. Mes të gjitha këtyre figurave, emri i një personi është lidhur më shumë se të tjerët me këtë rrëfim, Sayyid Hassan Nasrallah, një figurë që për dekada me radhë ndodhej në qendër të ekuacioneve më të ndërlikuara të Azisë Perëndimore. Marrëdhënia mes këtyre dy udhëheqësve politik ishte më shumë se sa një bashkëveprim i zakonshëm diplomatik apo politik. Fillimi i kësaj njohjeje të drejtpërdrejtë dhe të afërt daton në vitin 1986, vit në të cilin takime të shumta dhe intensive krijuan bazën për njohjen më të thellë të Sayyid Hassan Nasrallahut me mendimet, parimet intelektuale, mënyrën e analizimit të ngjarjeve dhe stilin e vendimmarrjes së udhëheqësit të Iranit, Ayatollah Khamenei. Vetë Sayyid Hassan Nasrallah, duke e përshkruar këtë njohje, thoshte: "Unë kam lexuar shumicën e librave të tij dhe kam ndjekur pothuajse të gjitha shkrimet, intervistat dhe fjalimet e tij që nga ndarja nga jeta e Imam Khomeinit e deri më sot. Madje kam dëgjuar edhe një pjesë shumë të madhe të leksioneve të tij të regjistruara në jurisprudencën fetare." Duke u mbështetur pikërisht në këtë njohje të afërt dhe afatgjat, ai paraqet një tablo të plotë të dimensioneve të personalitetit të Ayatollah Khameneit, një tablo ku cilësitë të tilla si përullësia, durimi, zemërgjerësia dhe thjeshtësia qëndrojnë përkrah nivelit të thellë shkencor, juridik islam dhe risive në mendim. Sipas Nasrallahut, këto cilësi tregojnë një udhëheqës që ka një vizion gjithëpërfshirës, të thellë dhe të palëkundur për çështjet e botës islame. Por thellësia e kësaj lidhjeje mendimore dhe shpirtërore shfaqet edhe në fjalë që shkojnë përtej analizave shkencore. Në ligjërimin politik të rezistencës libaneze ekziston një thënie e Sayyid Hassan Nasrallahut, e cila është bërë një nga shenjat më të njohura të kësaj marrëdhënieje. Një fjali që pasqyron mënyrën se si ai e shihte pozitën qendrore të udhëheqësit të Iranit në gjithë këtë ekuilibër. Ai kishte thënë:
Unë nuk lutem, o Zot, hiq nga jeta ime dhe shtoja jetës së Ayatollah Khamenei. Jo. Unë dëm, o Zot, merre pjesën e mbetur të jetës sime dhe shtoja jetës së tij. Sepse ai është shtylla e lartë e kësaj tende. Kjo fjali pasqyron bindjen që ekzistonte një pjesë e madhe e bazës shoqërore të rezistencës në Liban. Bindjen se vazhdimësia e këtij mendimi dhe e kësaj udhëheqjeje ka një rol jetik në ruajtjen e ekuilibrit të forcave dhe në mbrojtjen e interesave të përbashkëta të popujve të rajonit përballë kërcënimeve. Sipas tyre, kjo lidhje nuk është ndërtuar mbi udhëzime administrative, por mbi një tërheqje morale, shkencore dhe të bazuar në besim. Pas shqyrtimit të këndvështrimit të Sejed Hasan Nasrallahut, i cili mbështetej kryesisht në njohjen e tij personale dhe afatgjat, tani mund të kalojmë te një tjetër shembull i pasqyrimit rajonal, këtë herë nga Jemeni. Zyra politike e lëvizjes Ansarullah të Jemenit në deklaratën e saj të publikuar pas martirizimit të tij, shprehu ngushëllimet për martirizimin e Ayatollah Sejed Ali Khameneit dhe ju referua atij me shprehje si udhëheqësi të shtypurve të botës. Në këtë deklarat, jeta dhe rruga e tij përshkruhen si një udhë e mbushur me mësime dhe përvoja për ata që e konsiderojnë veten pjesë të boshtit të rezistencës në rajon. Në një pjesë tjetër të së njëjtës deklarat thuhet se, sipas këtij grupi, roli dhe pozita e tij nuk kufizohen vetëm brenda Iranit, por ai paraqitet si një personalitet ndikimi i të cilit shtrihet në një hapësirë shumë më të gjerë. Ky lloj pasqyrimi, krahas fjalëve të Sejed Hasan Nasrallahut që shqyrtuam më herët, tregon se në disa pjesë të rajonit ekziston një perceptim i veçantë për pozitën e udhëheqjes së Iranit, një perceptim që secili grup e shpreh sipas përvojës dhe këndvështrimit të vet. Nëse nga Libani dhe Jemeni shqyrtuam rrëfime që pasqyrojnë këndvështrimin e lëvizjeve rajonale, edhe në Irak u publikuan reagime me një ton të ngjashëm. Sejed Amar Hakim, udhëheqësi i lëvizjes Hikmet Kombëtar të Irakut, në një deklarat ku shprehte pikëllimin për martirizimin e Ayatollah Sejed Ali Khameneit, ja paraqiti ngushëllimet umetit islam dhe, sipas shprehjes së tij, të gjithë dashamirësve dhe kërkuesve të së vërtetës në mbar botën. Në këtë deklarat ai referohet një rrugë, e cila sipas tij ishte shoqëruar me vite të tëra veprimtarie shkencore e fetare dhe me pranim në fusha të ndryshme. Amar Hakim, duke përshkruar personalitetin e tij, përdor shprehje si simbol i dijes dhe fesë dhe pasqyrim i durimit dhe qëndresës, duke thënë se jeta e tij kaloi në rrugën e kërkimit të dijes, përhapjes së parimeve islame dhe ndjekjes së çështjeve të umetit islam. Përshkrime të tilla tregojnë se edhe në një pjesë të hapësirës politike dhe fetare të Irakut është formuar një perceptim i veçantë për pozitën dhe rolin e tij në mendësinë e disa rrymave, një perceptim që vë theksin të qëndrueshmëria, rezistenca dhe lidhja ndërmjet dijes fetare dhe angazhimit shoqëror. Duke i vendosur pranë njëra tjetrës këto rrëfime, nga Libani në Yemen e tani në Irak, mund të kuptojmë dalëngadalë se si secila prej këtyre lëvizjeve, nga këndvështrimi i përvojës së vet, paraqet për kufizimin e saj për këtë personalitet dhe rolin e tij në zhvillimet rajonale. Dhe këto rrëfime nuk mbetën të kufizuara vetëm në një hapësirë gjeografike. Pasi vala e mesazheve dhe deklaratave kaloi nga jugu i Libanit, Bagdadi dhe Sana, ajo mbërriti edhe në tokën e Palestinës, aty ku emri i tij prej vitesh ishte lidhur në ligjërimin politik të disa grupeve, me çështjen e Kudsit dhe mbështetjen për Palestinën. Për shumë prej këtyre lëvizjeve, zhvillimet rajonale gjithmonë kanë marrë kuptim në lidhje me çështjen palestineze, prandaj ishte e natyrshme që mes reagimeve të publikuara të dëgjoheshin edhe zëra nga kjo tredh. Në këtë kuadër, edhe lëvizja Hamas e Palestinës dhe krahu i saj ushtarak publikuan një deklaratë, në të cilën shprehen ngushëllimet për martirizimin e Ayatollah Sejed Ali Khameneit. Në këtë deklarat flitet për një rrugë, e cila sipas autorëve të saj ishte shoqëruar me vite të tëra veprimtarie, pranie politike e mendimore dhe me atë që ata e përshkruajnë si sakrificë dhe xhihad. Në një pjesë tjetër të deklaratës thuhet se gjatë dekadave të udhëheqjes së tij në Iran, sipas këtij grupi, ai konsiderohej një nga mbështetësit e çështjes palestineze dhe se në fjalimet dhe qëndrimet e tij kishte përmendur vazhdimisht të drejtat e popullit palestinez dhe çështjen e Kudsit. Për këtë arsye, në gjuhën e kësaj deklarate, emri i tij lidhet me koncepte si mbështetja për të shtypurit dhe përkrahja e popullit palestinez. Autorët e deklaratës i referohen gjithashtu qasjes së tij politike dhe mendimore, duke theksuar se, sipas tyre, kjo qasje ishte përcaktuar në përballje me politikat e Shteteve të Bashkuara dhe disa projekte rajonale.
Në këtë rrëfim, Ajetollah Khamenei përshkruhet si një personalitet që ka qëndruar përballë asaj që ata e quajnë hegemonia dhe presionet e jashtme. Në fund të deklaratës theksohet se, sipas këtij grupi, ngjarje të tilla nuk do të sjellin asnjë ndryshim në rrugën dhe qëndrimet e tyre dhe se ata do të vazhdojnë të qëndrojnë besnik asaj që e quajnë rruga e rezistencës. Tërësia e këtyre reagimeve, nga Libani dhe Iraku deri në Yemen e Palestinë, tregon se, mes disa lëvizjeve rajonale, është formuar një perceptim i përbashkët për pozitën dhe rolin e këtij personaliteti. Një perceptim që secili prej këtyre grupeve e rrëfen me gjuhën dhe përvojën e vet politike. Kur i vendosim këta zëra pranë njëri tjetrit, nuk përballemi me një rrëfim të vetëm dhe të njëtrajtshëm, por me një mozaik këndvështrimesh, secili i lindur nga një përvojë historike e veçantë. Për disa, kjo pozitë ka marrë kuptim përmes viteve të marrëdhënieve dhe bashkëveprimit politik, për të tjerë është formuar në kuadrin e zhvillimeve në teren dhe konflikteve rajonale, ndërsa për një pjesë tjetër është përcaktuar në lidhje me çështjen palestineze dhe konceptin e mbështetjes ndaj saj. Çdo rrëfim është pasqyrim i kushteve dhe shqetësimeve të vet atij shoqërie. Ajo që bie në sy është se, në të gjitha këto deklarata, pavarësisht ndryshimeve në gjuhë dhe në ton, vihet re një theksim i ndikimit që shkon përtej kufive kombëtar. Sikur figura e paraqitur e Ajetollah Khamenei të mos ishte thjesht ajo e një zyrtari të lartë në një shtet, por e një personaliteti që, në mendësinë e disa lëvizjeve, është shndërruar në pjesë të ekuacioneve më të gjera rajonale. Ndoshta rëndësia e gjithë këtij grupi reagimesh qëndron pikërisht këtu, në faktin se tregon se si, në Azinë Perëndimore të sotme, figurat politike mund të marrin role që shkojnë përtej kornizave zyrtare. Këto rrëfime, qofshin mbështetëse apo kritike, janë pjesë e mozaikut të ndërlikuar të politikës rajonale, një mozaik që nuk mund të kuptohet plotësisht pa dëgjuar të gjithë këta zëra. Në fund të këtij rrugëtimi, ajo që bie më shumë në sy është shumëllojshmëria dhe larmia e rrëfimeve. Pikërisht prej tyre mund të kuptohet se pozita e Ajetollah Khameneit në këndvështrimin e disa lëvizjeve rajonale nuk është vetëm një pozitë politike, por është rezultat i ndërthurjes së përvojës, kujtesës dhe lidhjes së tij me zhvillimet e trazuara të Azisë Perëndimore. Dhe ndoshta pikërisht kjo shumë si shtresash është arsyeja pse kjo figurë ka mbetur e gjallë në kujtesën e tyre. Rrëfimi që ndoqëm së bashku gjatë këtyre 5 episodeve ishte një përpjekje për të parë një tablo më të plotë të Ajetollah Seyed Ali Khameneit, një tablo që është formuar jo vetëm brenda kufive zyrtar të një shteti, por edhe në mendjet dhe rrëfimet e ndryshme. E nisëm me shqyrtimin e sfondit historik dhe mendimor, folëm për marrëdhënien ndërmjet fesë dhe politikës, për konceptin e kulturës së rezistencës dhe mënyrën se si një ide shndërrohet në sjellje shoqërore. Kaluam përmes përvojave në teren dhe zhvillimeve rajonale dhe, në fund, arritëm te këndvështrimet që janë formuar jashtë Iranit, këndvështrime që secili, nga një kënd tjetër, i ka dhënë kuptim këtij personaliteti. Gjatë këtij rrugëtimi u përpoqëm që, në vend të gjykimeve, t'i vendosnim rrëfimet pranë njëri tjetrit, në vend të përfundimeve të nxituara, të nxirrnim në pah pyetje. Dëgjuam se si disa udhëheqës dhe lëvizje rajonale flasin për përvojat e tyre personale, politike dhe historike dhe se si, përmes këtyre përvojave, rindërtojnë një imazh të veçantë. Pam se si një emër në gjeografi të ndryshme fiton kuptime të ndryshme, herë si autoritet mendimor, herë si frymëzim politik dhe herë si simbol në ekuacionet më të gjera rajonale. Ndoshta arritja më e rëndësishme e këtyre 5 episodeve është pikërisht kjo, se kuptimi i një personaliteti politik nuk është i mundur pa marrë parasysh kontekstin historik, shoqëror dhe rajonal. Asnjë rrëfim nuk është i plot në vetvete, por kur rrëfimet vendosen pranë njëri tjetrit, ato na afrojnë më shumë me një kuptim më të thellë. Nëse keni qenë me ne që nga episodi i parë e deri më sot, ju nuk keni qenë vetëm dëgjues të një podcasti, ju keni qenë pjesë e formimit të këtij dialogu. Çdo përshtypje, çdo kritik dhe çdo pyetje që ka lindur në mendjen tuaj është vazhdim i këtij rrugëtimi. Në Iran Radio, IR dhe në rrjetet tona sociale, ne presim me kënaqësi të lexojmë mendimet tuaja. Ndoshta plotësimi i këtij portreti merr kuptim pikërisht në dialogun ton të përbashkët. Ky dosje mbyllet këtu, por tema mbetet ende e gjallë, sepse politika dhe historia janë gjithmonë në proces ripërcaktimi dhe rrëfimet fitojnë çdo ditë shtresa të reja. Deri në një takim tjetër. Me një mendje të qetë, kërkuese dhe me një vështrim që përpiqet, para se të gjykoj, të dëgjoj dhe të kuptoj.